të nderuar palenist, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, është një kënaqësi dhe nder për mua që në emër të Kryesisë së Akademisë së Shkencave të përshëndes këtë aktivitet të rëndësishëm, konferencën ndërkombëtare referuar dhimbjes. Ne jemi të nderuar që një aktivitet i tillë shkencor organizohet këtu në Tiranë, në të cilin janë mbledhur specialistë të fushave të ndryshme, kërkues nga vende të ndryshme për të diskutuar aspektet më komplekse në atë të mjekësisë moderne, të kuptuarit dhe menaxhimi i dhimbjes. Natyrisht nuk jam mund që të them mjekëve se çfarë është dhimbja, por në këndvështrimin ton, dhimbja nuk është thjesht një simptom klinike, por është një sfidë shkencore shumë disiplinare, e cila lidh neuroshkencën, mjekësinë klinike, psikologjinë dhe shëndetin publik. Dhe konferenca si kjo e sotmja përbëjnë një mjedis dhe një platformë shumë të rëndësishme për ndarjen e njohurive, për të paraqitur arritjet kryesore shkencore, por edhe për të forcuar bashkëpunimin midis shkencëtarëve, por edhe specialistëve në fushën e shëndetit publik. Akademia e Shkencave e Shqipërisë mbështet në mënyrë aktive dhe të fuqishme dialogun dhe bashkëpunimin në shkencat mjekësore, por edhe biomjekësore. Kështu, pjesë e strukturave të Akademisë së Shkencave është edhe Komisioni i Mjekësisë, në të cilin janë grupuar ndoshta specialistët dhe emrat më të mirë në fushat e ndryshme të shkencave mjekësore, duke krijuar kështu një forum ndërdisiplinor për diskutimin dhe bashkëpunimin. Përmes këtij komisioni, Akademia organizon konferenca shkencore të ndryshme, workshope, forume, të cilat kanë si qëllim të promovojnë shkëmbimin e njohurive, të inkurajojnë dialogun shkencor ndërmjet kërkuesve, klinicistëve, por edhe atyre që bëjnë politikat e vendit tonë. Aktiviteti kërkimor shkencor brenda akademisë gjithashtu mbështetet edhe nga puna e specialistëve të njohur në fushat në njësitë tona kërkimore, siç është Qendra Kërkimore e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës, dhe konkretisht me një nga seksionet e saj që është ai i biomjekësisë, të cilët kontribuojnë fuqimisht në zhvillimin e kërkimit në fushat të cilat lidhen me bioteknologjinë, shkencat biomjekësore, por edhe shkencat mjekësore. Për shembull, Akademia e Shkencave gjithashtu ka mbështetur profesor Apostol Vason për promovimin me çmimin Radovicka përsa i përket librit të tij me fokus dhimbje. Në të njëjtën kohë ne inkurajojmë gjithashtu ngritjen e strukturave spitalore që merren pikërisht me çështjet e menaxhimit të dhimbjes. Kërkuesit tanë pranë Akademisë së Shkencave janë të përfshirë në shumë projekte kërkimore shkencore të financuara nga vetë Akademia, por edhe nga siç është Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor apo AKKSHI-a. Dhe rezultatet e përfituara në kuadër të këtyre projekteve sigurisht që bëhen të njohura në forumet dhe në veprimtaritë që unë përmenda pak më sipër. Natyrisht ne inkurajojmë dhe mbështesim fuqimisht bashkëpunimin me institucionet në sektorin në fushën e mjekësisë. Praktikisht ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mjekësisë dhe jemi në përpjekjet tona për ta finalizuar së shpejti në nënshkrimin e një marrëveshje me Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, me të cilën ne përmes të cilave ne besojmë që të forcojmë akoma më shumë lidhjet dhe bashkëpunimin në fushën e kërkimit shkencor, por edhe në praktikat klinike. Mendojmë që bashkëpunimet të tilla janë shumë të rëndësishme për sa i përket zhvillimit të kërkimit shkencor në fushën e shkencave biomjekësore, në praktikat e shëndetit publik dhe më lejoni që në mbyllje të fjalës time të falenderoj të gjithë organizatorët, të gjithë pjesëmarrësit për punën e shkëlqyer që kanë bërë për ta realizuar këtë event, për një program shumë ambicioz që ata kanë përgatitur dhe që prezantimet dhe referimet ne do t'i dëgjojmë në vijim. Ju uroj të gjithë pjesëmarrësve një aktivitet sa më të suksesshëm dhe ndarjen e rezultateve dhe kërkimeve shkencore të më të fundit. Faleminderit.